Po, fal. Isa me janë shka janë konë me zveti flu që janë konë djemë të hollës a në tezës. Çka tham mas pari portit? Çka tham? Të Isa a.s. Po. Zekeria. Po, Zekeria çka ka pas Merjemen? Merjemja çka ka pas Zekerien? Çka përmendëm më herët? Ha? Baldës ka pas. Baldës. Çe bën se ka pas Baldës? Më ja, çurim janë konë të dy të njëjtën ku. Tre janë konë me njëjtën ku. Do thonë u konë pejgamberi sa ka thonë kana Yahya wa Isa ibn Khala. Ka thonë Yahya dhe Isa janë konë djem të tezës. Janë konë djem të tezës. Se nonat i kanë pas motra. Merjemja edhe nona e Jahjes janë konë motra. Janë konë të djem tezës, e para shkja. E dyta, janë konë tre pejgamber njëtën ku. Të të konë Zekeria, Isa edhe Jahja. Të tret janë konë pejgamber njëtën ku. A e di pse ku e ka më në pytu? Se këta thujnë Isa. E pse nuk shkuj shemull të Jahja a.s. Edhe ato nuk e morrin sikur që shë kanë lartësu Isët o dhe bilapë. Po, kryshtert, jo vetëm katolik, po krejt kryshtert, Jahjes i thojnë John Pakzori, do thënë ai që e ka pakzu Isa a.s. Anglisht thënë John the Baptist, ai e ka pakzu Isa a.s. edhe e konsiderojnë ata pejgamber, edhe Zekeria e konsiderojnë pejgamber. Mirë po, ata janë mashtru me Isajin a.s. se padyshim Isai është pejgamber më i madh se ta. Edhe është një pej ulul azmit 5 pejgamberëve më të mëdhenj të Allahut. Edhe u konë mrekullia Allahut më e madhe. Edhe pse edhe Jahja u konë mrekullia Allahut që ka lind pe një babe plak edhe një nane që s'bën fëmijë. Mirë po, Isai a.s. u konë mrekullia e madhe. Se u konë fjale Allahut. Allah i ka thonë, bëhu edhe u banë barkun e nanës tij. Veç bëhu, dhe fjala ti kun feyekuna. Veç kun ka thonë, bëhu edhe u bë. U konë barkun e nanës tij veç pe fjalët e Allahut. U ka shkon mrekulli. Edhe janë mashtru me ta. Mirë po Allah subhanahu wa taala ka thonë inna mathala Isa inda Allahi ka mathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Thonë shembulli i Isës te Allahu është sikur shembulli i Ademit. Po te ka kriju pe dhëut edhe i ka thonë bëhu edhe bënë. Pra cila mrekulli më e madhe? Ademi apo Isa alayhis salam? Ademi alayhis salam. Allah pe dhëut e ka kriju dhe i ka thonë bëhu edhe u bë. Me paskon e vërtet që bën me ba ibadet dikon vend Allahut, i është dash me ba Ademin më shumë se Isa alayhis salam. Se mrekulli më e madhe. Është mrekulli më e madhe Ademi alayhis salam se sa Isa alayhis salam. Të dytë janë mrekulli të Allahut. Të dytë janë mrekulli të Allahut. Ata do thonë një mashtru më shumë mas Isës alayhis salam. Për sa pejgamberi sa ka thonë la të truni kama atrati an-nasara ibn Maryam. Fa inma ana abd faqulu abdullahi wa rasuluhu. Ka thonë mos ngritni nalt me tepru ndavdim. Qysh e kanë tepru krishterët me birin e Merjemës. Ka thonë unë jam rob. Edhe thoni robi i Allahut dhe pejgamberi i tij. Thoni robi i Allahut dhe pejgamberi i tij. Tani në këtë kohë, do të thënë kohën e Isait alayhis salam, janë konë tre pejgamberë që përmendëm. Zekeria, Jahja dhe Isa alayhis salam. Të tret kanë qenë të një popull, të bitë e Izraelit. Bitë e Izraelit. Izrael është emri tjetër i Jakubit alayhis salam. Jakubi është baba i kujna? Ha? I kujna? Jusufit alayhis salam. Jusufit. Nepi Ibrahimit. E kone ka pas bab Jakubi? Ismail. Isakin e ka pas. Dhe më thonë, Jusufi është biri i Jakubit të Isakut të Ibrahimit. El Kerim, Ibn el Kerim, Ibn el Kerim, Ibn el Kerim, ka thonë për kamë së. Ai Kerimi do thotë i gjymerti, i miri, biri i gjymertit, biri i gjymertit, biri i gjymertit. 4 pejgamber ranë janë konë. Babë bir këtë pejgamber. Babë bir e nip, e stër nip,
pejgamberët e Allahut. Pejgamberi do të thonë këta kanë pejgamber të bitë e Izraelit. Izraeli do të thotë është emri tjetër i Jakubit alayhis salam. Izrael do të thonë robi i Allahut, kuptimi, si Abdullah. Izraeli, Jakubi alayhis salam i ka pas 12 djem. 12 djem. 10 me një grua, 2 me një grua tjetër. E ka pas Jusufin edhe Bunjaminin me një non, me një grua, me 10 tjerë me një grua tjetër. Të peq aty në 12 fiset, kabilet e bive të Izraelit. Për shkak të bijtë e Izraelit. Pejgamberi sa ka thonë, kanat banu Israil tasusuhumul anbiya. Kullama halaka nabiyyun tabi'ahu nabi. Ka thonë, bijtë e Izraelit ka thonë janë sundu, janë udhëheq pej pejgamberëve. Sa që ka vdek një pejgamber, e ka pasu ata një pejgamber tjetër. Në këtë kohën, kanë thonë, kanë pas pejgamber. Edhe ka pas një periudha që kanë pas më shumë se një pejgamber. Mirë pa ata kanë pas një traditë keqe. I kanë vra pejgambert e Allahut. Edhe janë sill keq me pejgambert e Allahut, edhe si kanë ngu pejgambert e Allahut. Nuk ju kanë bind atyne. Ka transmetime që ka pas raste që kanë vrarë brenda një dite 70 pejgambert e Allahut. Edhe në kohën e Musës alayhis salatu wassalam, në që e kanë bo Musës alayhis salatu wassalam, nuk ju kanë bind atina, ai ka bo gjithë atë mund për ta, ata në fund mas të i kanë thonë, e kanë bo ibadet viqin, ka thonë, na jepni një zot që kanë ata një zot tjetër, e kanë kundërshtu shumë Musën alayhis salatu wassalam, edhe në çështje elementare të besimit, në çështje elementare të besimit. Edhe i kanë vrarë pejgambert e Allahut. I kanë vrarë pejgambert e Allahut azza wa jalla, pse Allahu i ka dërguar aty në pejgamber mas pejgamberëve, pejgamber mas pejgamberëve, pejgamber mas pejgamberëve. Në kohën e Isait alayhis salatu wassalam janë kanë 3. Janë kanë dërguar te bijtë e Izraelit. Edhe çka kanë bërë ata, janë mundu me vrarë 8. 8 janë mundu me vrarë. Edhe kanë arrit me vrarë Zekerijan alayhis salatu wassalam. E kanë vrarë. Edhe kanë arrit me vrarë Jahjan. E kanë vrarë. Alayhimus salatu wassalam. Edhe janë mundu me vrarë edhe me kryqëzu Isain alayhis salatu wassalam. Edhe kanë kryqëzu një njerëz që kanë mendu që është Isai alayhis salatu wassalam, që Allah e ka bë mudokaj si Isai alayhis salatu wassalam. Edhe kanë ngritë Allah në qiellat. 8 pejgamberët e Allahut, ata kanë menuar se kanë arrit qëllimin e tyre kundër tyre. Me vrasjen edhe eliminimin e tyre. Çfarë tregon kjo, që ata do thotë e kanë tradit vrasjen e pejgamberit. Kur ata i vrasin pejgamberët e Allahut, njerëz të tjerë për ta janë si miza. Si kur gjë kur janë gjendje me vrarë pejgamberin e Allahut, njerëz të tjerë janë kur gjë hiç kur gjë janë. Për sa mos u çuditni për krimet që i bojnë ata, nga se e kanë në gjak këtë punë. E kanë në gjak këtë punë, tradit. Do të thotë s'bën më çudit hiç çka vrojnë, hiç sa çudi. Tash çfarë tregon kjo edhe në sen tjetër? Kjo tregon që kajher ndodh që të këqit e pas mundësimi vrat të mirët. Si në këtë rast. Kush u kanë i mirë? Pejgamberët e Allahut. Jahja, Zakaria, janë kanë pejgamberët e Allahut, këta janë kanë të mirë. Edhe kanë ndihmuar pe Allahut azza wa jall, edhe kanë pas shpallje pe Allahut azza wa jall. Mirë po janë vrarë pe armiqve të Allahut. Janë vrarë prej armiqve të Allahut. Edhe kanë pas pak pasus në vërtetën që janë kanë. E kjo nuk do më thonë ka njëherë, do të thotë që njëri s'va mu mashtru me këshyrë me ata që e ka forcën. Edhe e ka pushtetin me një kohë caktuar, me thonë që ai e ka pas ka mirë, valla. Pse vetë ai është i fortë, vetë ai pi mund të tjerë. Vetë pi mund të tjerë, jo. Do të thonë që ti dikush që e mund dikonin që ai është me të vërtetën. Po vërteta është çaja që ka thonë Allah, që ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Edhe nëse në disa raste e vërteta është në pozitë më të ulët.
Edhe nëse ka në raste kur e vërteta është në pozitë të atina që ka pësu disot përkohshme. Këtë rast do të thonë jenë vra, pejgamberi o vra. Disot e përkohshme. Mirë po, ata gjithmonë janë fitimtar. E vërteta gjithmonë triumfon. Gjithmonë triumfon mas të keqes mas një kohë. Mas një kohë. Yarhamukallah. Mas një kohë gjithmonë triumfon e vërteta. Pejgamberët e Allahut Azza wa Jall janë fitimtar. Gjithmonë me të vërtetën e tyre që kanë ardhur. Tash kush i kujton tash ata të cilët e kanë vrarë Zekerian edhe kanë vrarë Jahjen. Unë kujtu veç për diçka të keqe. Mirë po, na ketë dim çka ka thënë Allah, çka ka thënë Jahja, çka ka thënë Zekeria alayhi salam. I mojnë amen ato dhe i mojnë veprimet e tyre. Kush i mon men tash përveç për të keq. Përveç për të keq. Stalinin, Enver Hoxhën, Titon, Mao Zedongun, armiste e njerëzimit që i kanë luftu fenë Allahut. Që kanë luftu fenë Allahut, janë mundu me shly fenë Allahut Azza wa Jall. Kush i mon men? I mon men veç dikush veç për me përkujtu që këta janë në koshin e plehrave të historisë. Ndërsa Islami gjithmonë ngritet. Edhe feja Allahu subhanahu wa taala është gjithmonë e ngritur. Prandaj kur mos e hub shpresën në fenë Allahut Azza wa Jall. Kur hiç. Ja di që kjo fe me ty ose pa ty ka më shku për para. Kjo fe gjithçysh ka më shku për para. Pse është e garantuar pe Allahut Azza wa Jall. Mirë po, a jeti çaj që jetu e mojt fenë Allahut. Çfarë është më rëndësi? A feja Allahut ka më shku, sketi se praktikohet, ka më shku për para feja Allahut. Po ti, nëse nuk e mon ta, ti ai që i hup. A feja Allahut gjithsesi ka më shku për para. Gjithsesi. Shta pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam ka thonë, la yablughanna hadha ad-din ma balagha al-layl wa an-nahar. Ka thonë, ky dini Allahut ka më rri çdo kon ku ka rri nata e dita. Nata e dita ku ka rri? Në çdo vend të botës. Edhe ka thonë inna Allah zawali al-ard fara'aytu mashariqaha wa magharibaha. Ka thonë Allahu ma ka tubu tokën. Edhe i kom pa këtë lindjet edhe perëndimet. Këtë vendet e botës. Wa inna mulka ummati sayablughu ma zuya li minha. Ka thonë edhe pushteti i umetit tim do të arritën çdo vend që i kom pa. Këtë çdo vend që i ka pa. A çfarë është? S'ka shu pa ko mas vdekjes Muhamedit sallallahu alaihi wa sallam, muslimanët e kanë pas shumicën e botës një orë në atë kohë. Edhe i kanë marrë dy perandori që kanë qenë 1000 vjeçare. Muslimanët i kanë marrë. Është tha, muslimani kur s'bën me hub shpresën në Allahun Azza wa Jall. Kur hiç. Ani na për shkak na çto që jena musliman çto vende, Islami ka në vendet tona pas cilës disat muslimanëve, pas largimit të muslimanëve prej Endelusit, prej Spanjës. Thot 800 vjet kanë qenë muslimanët në Spanjë, në Endelus kanë qenë udhëheqës të aty në veneve, kur janë përça muslimanët me një tjetërin, edhe janë bërë grupacione, grupe, edhe qafirat i kanë luftu ata një ka një, dhe ka herë janë bërë ata bashkë me qafirat në rëllazin vetë, edhe muslimanët e kanë hup atë vend, masi e kanë hup atë vend muslimanët, kanë orë muslimanët edhe kanë orë në qëto vene ku jenë ana qëtash. Edhe u parapi Islami në qëto vene, wa alaikumus salam wa rahmatullah. U parapi Islami në qëto vene pasi që është largu për në veneve tjera. E Islami gjithmonë është triumfus, edhe pas një kohë që dikush se mënon që i ka me ndodhi shka tjera.